Le të hedhim një vështrim në librin e zbulesës, kapitulli 22, verseti 17. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vi, dhe ai që do, le të marrë si dhurat ujin e jetës. Perëndia atë dhe Perëndia nëna na kanë thirrur. Një ditë, një ungjilltar erdhi në shtëpinë time dhe më predikoi. Dëgjoj shpesh antar të Sionit të thonë fjalë të tilla. Sigurisht, ne kryejmë porositë e Perëndisë. Megjithatë, kush na ka dërguar atje? Kur shikojmë historinë e kishës së hershme në librin e Veprave, apostulli Paul pranoi një dritë të fuqishme të së vërtetës nga qielli në rrugën për në Damask. Në dritën rrezatuese, ai dëgjoi zërin e Perëndisë. Emri origjinal i apostolit Paul ishte Saul. Saul, Saul, kush je ti, Zotëri? Ai mund të dëgjonte vetëm zërin e tij dhe nuk mund ta shihte në dritën rrezatuese. Unë jam Jezusi, të cilin ti po e përndjek. Kishte kaluar shumë kohë që kur Jezusi u largua nga kjo botë, kështu që si duhet të jetë ndjer apostoli Paul në atë moment? Me qenë se kishte keq kuptuar që shenjtorët e kishës së hershme ishin heretik, ai i persekutoi ata ashpër. Prandaj, mendoni se si duhet të jetë ndjer ai kur pyeti, kush je ti, Zotëri? Dhe mori përgjigje, unë jam Jezusi, të cilin ti po e përndjek. Për shkak të asaj ngjarjeje, Pali mbeti i verbër për ca kohë. Më vonë, a nuk ndodhi një mrekulli që ai të mund të shihte përsëri përmes Ananias? Shumë njerëz thonë, Anania vuri duart mbi Palin dhe i riktheu shikimin. Megjithatë, kush i orkestroi të gjitha këto situata? Perëndia i drejtoi dhe realizoi gjithçka. Perëndia i tha Ananias, shko te një burr me emrin Saul dhe vendos duart mbi të. Gjithashtu, ai e lejoi apostolin Paul të shihte një burr me emrin Anania të vinte tek ai në një vegim. Në këtë mënyrë, Perëndia i lejoi ata të takoheshin me njëri tjetrin dhe i shëroi syt apostolit Paul. Është Perëndia që drejtoi dhe udhëhoqi gjithë veprën e ungjillit në detaje. Perëndia ndërhyri në gjithçka prapa skenave. Të gjithëve, Perëndia na ka premtuar bekimin e faljes së mëkateve dhe jetën e përjetshme vetëm në Sion. E kujt është banesa Sioni? Është vendi i banimit të Perëndisë. Nuk duhet ta humbasim kurrë krenarin ton për këtë. Cilët janë njerëzit që jetojnë me ju në shtëpinë tuaj? A nuk janë ata familja jote? Pse jetojmë gjithmonë në Sion, atëherë? Kjo ndodh sepse ne jemi fëmijët e Perëndisë. Sioni, ku festohen festat, ka një kuptim kaq të madh si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht. Prandaj duhet të mendojmë për hirin e atit dhe nënës që kanë rivendosur Sionin dhe na kanë lejuar të gjejmë Perëndinë e vërtetë dhe të marrim jetën e përjetshme dhe faljen e mëkateve. Sipas zbulesës, kapitulli 22, fryma dhe nusja do të shfaqen dhe do të thonë, eja. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë, e jani tek unë në Sion, apo jo? Për të njohur frymën dhe nusën, ne duhet të vijmë në Sion. Perëndia atë dhe Perëndia nëna na kanë lejuar të shohim, dëgjojmë dhe kuptojmë të gjitha të vërtetat e beslidhjes së re. Shpresoj që nuk do ta harrojmë kurrë hirin e tyre, por përkundrazi do t'i falenderojmë gjithmonë ata dhe do ta ndajmë hirin e tyre me shumë njerëz. Faleminderit shumë.